Po, nëse do i riktheheshe Mirelës, po themi pak më të vogël, a ishte ëndra secili nga ne ka në femërinë e tij atë që projekton, sidomos vajzat. Kam përshtypjen që e projektojnë veten në disa dimensione. Në femërinë tënde, a e mendoje Mirelën pra në këtë fushë? Në lajme jo. Shiko, se do të them një gjë që po e them për herë të parë te ty. Unë kam qenë modele. Jo. Kur ka ndodhur kjo dhe pse nuk është thënë më përpara? Tani ta them dhe arsyeën kur ka ndodhur dhe kur ka ndodhur dhe arsyeën pse nuk e kam thënë dhe do ta them ty. Dhe dua ta them ty dhe e kam ruajtur ta them te njerëz që dua ta them. Sepse unë kam qenë studente kur Vera Grabocka bënte ato programet e saj dhe ka qenë një program rreth fatit për 12 javë. Unë isha studente në gjuletërsi. E shikoja televizionin, por atë ishte prezantimi i spektakleve dhe unë mendoja që isha shumë e përgatitur që unë të merja përsipër të drejtoja pse jo një spektakl apo një emision televiziv për kulturën, gjëra të kësaj natyre, lajmet jo kur. Hyra si modele dhe më deshën. Vera më pëlqente, sa bukur ecën, këto gjërat kështu. Me thënë të drejtën, unë nuk ishte territori im. Pse? Seriozisht e kam, unë nuk di të pozoj për fotot. Ta them me shumë sinqeritet këtë. Unë nuk di të pozoj. Eci mirë, kam qenë balerin dikur dhe kjo gjë më ndihmonte që të ecja, kam vesh muzike, kam ushtruar 8 vite violin dhe duke qenë se kam pasur të bëj me artet, ditë të eci, ditë të flas, ndoshta po të pozoj te fotot për të bërë fotomodele unë nuk di. Fotografët në gjithë intervistat me mua vuajnë. Edhe kjo të çojë në një drejtim krejt tjetër. Dhe e kuptova që nuk ishte bota ime, do të thënë më pëlqente televizioni, por jo për të qenë modele. Kur hyra në ekran dhe fillova të bëja lajme, unë e kuptova me njerë që në qoftë se unë do thosha që unë kam qenë modele, të gjithë do ngeleshin këtu dhe mua nuk do të më ofroheshin gjëra serioze, po do thoshin kjo goca ka qenë modele, bukuroshe është, e mirë është, ti vën ndonjë nga këto gjëra që unë nuk doja në fakt i bëja. Dhe unë nuk e thash asnjëherë që kam qenë modele, unë kam foto, unë kam video, duke sfilmuar. Ti fshehe për të mirën e të ardhmës tënde. Vetëm të tjerët i kam shitur, kam thënë unë asnjëherë dhe nuk e thash këtë, të thash dhe njërë sepse nuk doja të më penalizonte sa të krijoja figurën time që njerëzit të merrnin seriozisht që pritse kjo vajza e bukur, ka mendje dhe jep lajme. Nuk e kemi marrë për të qenë ku dëgjoj unë tani të japi edhe një gjë që është jashtë kësaj. Do të thënë ishte një si lloj muri edhe për të vendosur një lloj serioziteti me të tjerët. Se mos harroj flasim për një situatë përpara thuaj se 30 vjetësh. Edhe mediatik ndryshe. Automatikisht shikoj që ngeceshe gjithmonë tek bukuria, tek mendja ishte pak e vështirë të hyje, do të thënë. Pastaj e bukur dhe me tru u bë një binom jo shumë i shpesht, por i shpesht, do të thënë nuk kuptuaj që vajzat e bukura jo domosdoshmërisht ishin të bukura pa tru. Do të thënë kishte gjithçka. Kështu që unë insistova këtu të thosha jo, unë dua të jap trurin tim. Pastaj kush të dojle të më quajë të bukur, kush dojle mos të më quajë, nuk më interesonte fare kjo. Nuk doja të më çedonin në tru. Aty e kisha të vështirë të thoshin, ama kjo gjë e lehtë, nuk di të analizoj, nuk jo një gjërave thellë. Kjo më sfidonte.